Vjehri më provoi përpara se të më provonte burri. Shenja e heshtjes. Ajo ishte dasma e gushtit, ku nxehtësia e grirë shtang gjërat në atmosferë. Era që frynte përmes oborit të madh me hardhi nuk sillte asnjë freski, vetëm erën e barrit të thatë dhe të luleve që ngjiteshin në muret prej guri. Unë, Nora, qëndroja në prag të derës së balkonit, duke përpjekur të marr frymë. Pesha e fustanit të bardhë të dasmës, i thurur me dorë nga gjyshja e Ardit, dhuratë e vërtet e tij për mua, më shtypte në tokë. Pesha e shikimeve të dashura dhe atyre që nuk ishin më shtypte më shumë. Nora, zëri i Ardit i butë dhe i ngrohtë, si dorëzim i vërtet më kapi pas shpinës. Kemi humbur? Jo, përgjigja duke u kthyer drejt burrit tim. I riu im, shikimi i tij me sy kafe, më ngrohte deri në shpirt, thjesht. Merr frymë. Ai buzëqeshi dhe në atë buzëqeshje kishte gjithë arsyen pse kisha pranuar të bëja këtë hap, pse kisha braktisur qytetin, karrierën time, gjithçka për të jetuar në këtë shtëpi në mal me të. Ato janë të gjithë të lumtur për ty, tha ai, duke treguar me kokë drejt mysafirëve, edhe babai. Unë i përgjigja vetëm me një buzëqeshje, duke fshehur goditjen e vogël në zemër. Babai i Ardit, Zefi, nuk ishte i lumtur për mua. Ai ishte indiferent. Dhe indiferenca e tij ndihej si një barë më e rëndë se kritika e hapur. Gjatë darkës, sa vallet filluan, Zefi më kapi për një valle. Ishte tradit, tha ai, që vjehri të vallëzonte me nusen. Dora e tij ishte ashpër në timen, një dorë punëtori. Ai ishte një bur i fortë, me buzën e sipër me të trash dhe syt gri që shikonin përmes njerëzve e jo në ta. Ti e ndryshe nga vajzat e këtyre maleve, tha ai, duke e lëvizur në hapin e ngadaltë të valleve tradicionale. Unë jam nga Tirana, përgjigja, duke u përpjekur të mos tregoj se si rrahjet e zemrës time u përshpejtuan në pa arsye. E di, tha ai, Ardi më ka treguar për ty, për librat që lexon, për universitetin, për qytetin. Nuk mund ta lexoja tonin e tij. Ishte neutral, faktik. Ju falenderoj që më pranuat në familje. Ai nuk u përgjigj menjëherë, vetëm u largua pak për t'u kthyer në valle. Ardi është i riu im i vetëm, i biri im, dhe unë dua që të jetë i lumtur. Edhe unë përshpërita. Kur valja përfundoi, ai më çliroi dorën me shpejtësi sikur të kishte ndezur. Mirë erdhe në familje, Nora. Natën, pasi mysafirët u larguan dhe nëna e Ardit, Lulieta, na përthithi me urime dhe lot, Ardi më mori për dore. Do të bëjmë një shëtitje, tha ai me një shkëlqim në sy që unë e njihja mirë. Ka një vend që dua të të tregoj. Ai më çoi në një kodër pas shtëpisë. Atje, në një pemë të vjetër dardhe, kishte një kënet të vogël me ujë të kulluar nga një burim në mal. Ktu kam luajtur si fëmijë, tha Ardi, duke u ulur në tokë, dhe këtu kam ndëruar për ditën kur do të sillja gruan time. Ula pranë tij, duke ndjerë nxehtësinë e trupit të tij përmes pëlhurës së fustanit tim. Është e bukur këtu. Prandaj edhe të solla, tha ai, sepse ti je e bukur. Ai më puthi, dhe puthja ishte e butë, pyetse, plot me premtime për të ardhmen. Por kur dora e tij filloi të zgjidhte butonat e fustanit të dasmës, një val frike më përshkroi. Arti përshpërita, duke e kapur dorën e tij. Ndoshta këtu? Pse jo? Pyetja ime zë të butë. Nuk ka njeri, vetëm yjet dhe ne. Dhe unë pranova, sepse e doja të, sepse kjo ishte dasma jonë, sepse mendoja se frika ime ishte vetëm nervozizëm normal. Kur u zhveshëm, era e freskët preku lëkurën time, duke më dhënë mace. Arti ishte i butë, i durueshëm. Ai më puthi, më preku, më përgjiti me bukësi. Dhe kur hyri brenda meje, nuk ishte me dhimbje, por me një plotësi të çuditshme që më bëri të qaja në heshtje. Nora, përshpëritja ai në veshën tim, dashuria ime, dhe unë i besova, me çdo pjesë të qenies sime, i besova. Javët kaluan, jeta në shtëpinë malore filloi të marrë ritmin e vet. Arti punonte në fermën familjare, unë ndihmoja, Lulieta në kuzhinë dhe në kopsht, dhe Zefi vëzhgonte. Gjithmonë ndjeja shikimit e tij mbi mua. Kur laja enët në gropën e jashtme, kur mblidhja pemët në kopësht, kur lexoja në balkon në mbrëmje, ai nuk fliste shumë, por prania e tij ishte e përhershme, e rëndë. Një pasdite, Arti dhe Zefi shkuan në qytet për të blerë pjesëkëmbimi për traktorin.
Lulieta ishte në fshat për të vizituar një motor të sëmurë. Era po bëhet e fortë, tha Zefi para se të dilte, duke treguar me kokë drejt qellit. Mbylli dritaret dhe papafingon. Ka materiale atje që nuk duhet të lagen. Papafingoja ishte një hapësirë e madhe, e errët, e mbushur me gjëra të vjetra familjare. Kur hyra aty, Era vërtet po bënte zhurmë nëpër çati. Shpejtova për të mbyllur dritaret, 4 prej tyre të vendosura në çdo cep. Kur isha te dritarja e fundit, një erë e fortë mbylli derën. Zhurma e goditjes së derës më bëri të kthehesha me shpejtësi. Dhe aty në prag qëndronte Zefi. Mendova se të gjithë kishin shkuar. Mendova se isha vetëm. Bab, tha unë duke u përpjekur të mos tregoj surprizën time. Mendova se kishit shkuar të gjithë. Arti shkoj vetëm, tha ai, duke hyrë në papafingo. Unë mbeta. Ai në papafingo u bëi trash. Unë mbylla dritaret. E shoh, tha ai, duke u afruar. Ti je shumë e përgjegjshme, Nora. Kështu e dija. Ai nuk i kishte thënë si një kompliment, ishte një vëzhgim. Unë do të zbres, tha, unë duke u drejtuar drejt derës. Dora e tij u ngrit, duke mbyllur rrugën time, jo duke më prekur, por vetëm duke u vendosur në kornizën e derës. Ti dhe Arti jeni të lumtur? Pyetja më tronditi. Po shumë. Ai është i ri, vazhdoi Zefi, duke mos e lëvizur shikimin nga unë. Ka shumë për të mësuar, për jetën, për gratë. Arti është një buri mirë, u përgjigja, duke ndjerë një të ftohtë që përhapej nëpër trup. Po, pranoi ai, por një bur i mirë ndonjëherë nuk di si ta trajtojë një grua si ti, një grua nga qyteti, një grua që ka lexuar libra, që ka parë botën. Çfarë po përpiqeni të thoni, bab? Pyeta, duke u përpjekur ta mbaja zërin të qetë. Ai kohë për t'u afruar. Tani ishim aq shumë afruar sa mund të ndjeja erën e tij, duhan, djersë dhe diçka tjetër, diçka e errët dhe toksore. Po them se ndoshta Arti nuk di mjaftueshëm, nuk të kupton mjaftueshëm. Dora e tij u ngrit dhe gishti i tij i madh preku buzën time. Ishte një prekje kaq e papritur, kaq e pazakontë, saqë nuk reagova menjëherë. Ti duhet të dish, vazhdoi ai me zë të ulët, se si ndihet të jesh me një burr që nuk është vetëm i ri dhe i pasionuar, por që di, që kupton, që mund të jap atë që një grua si ti ka nevojë vërtet. Ju lutem, përshpërita, mos e bëni këtë. Por ai nuk e dëgjoi. Dora e tij u vendos në hijen time dhe prekja ishte e fortë, pretenduese. Arti ka treguar se si të bëhet dashuri si një djalë, unë do të tregoj se si të bëhet si një burr. Kur ai më puthi, ishte i ndryshëm nga Arti. Ishte i ashpër, i uritur, i plot, me një pretendim që më tërhoqi edhe kur më neveriti. Trupi im u përgjigj pa vullnetin tim, një reagim i lashtë ndaj rrezikut, ndaj fuqisë. Jo përshpërita kundër buzëve të tij. Ju jeni babai i burrit tim, dhe ti je gruaja e birrit tim, u përgjigj ai duke ma kapur mjekrën, dhe unë dua të di se çfarë ai ka. Unë dua të di se çfarë e bënte lumtur. Kur ai më shtyri kundër murit, duke filluar të zgjidh butonat e bluzës sime, ndjeva një ndarje në vetvete. Një pjesë ishte e tmerruar, e neveritur, duke u përpjekur të luftonte. Pjesa tjetër ishte kurioze, ishte e hutuar, sepse ndërsa mendja ime thirrte jo, trupi im reagonte ndaj sigurisë dhe përvojës që rrezatonin nga ky burr. Dhe kur ai hyri brenda meje, jo me ngadalësinë dhe kujdesin e Artit, por me një urgjencë të egër që tregonte diçka të errët dhe të pangopur brenda tij, diçka e çuditshme ndodhi. Trupi im u përgjigj, jo me dëshirë, por me një dorëzim të çuditshëm. Dhe në mes të atij dorëzimi ndjeva diçka të re, një fuqi, sepse ndërsa ai lëvizte, duke marrë atë që donte, unë e dija, diçka që ai nuk e dinte, se kjo nuk ishte e dashur, kjo ishte pushtet. Dhe unë, në trupin tim që dorëzohej, në shpirtin tim që vëzhgonte, nga larg isha e lirë. Kur ai më në fund u tërhoq, duke marrë frymë, me vështirësi unë nuk lëviza, vetëm e pash atë duke u rregulluar. Tani ti e di, tha ai, duke mos më parë në sy. Edhe Arti nuk duhet ta di kurrë. Ai u largua duke lënë papafingun e errët dhe mua në të. Atë natë kur Arti u kthye dhe më përqafoi, duke më thënë se më kishte marrë malli, unë e përgjigja. Por kur ai filloi të më prek, duke kërkuar dashuri, unë e ndava. Arti i përshpërita në errësirë. Po e dashura, unë kam një kërkesë. Çfarë do, tha ai, duke më puthur në qafë.
Kur ne bëjmë dashuri, fillova duke marrë frymë thellë, unë dua të jem ajo që udhëheq. Unë dua të tregoj se çfarë më pëlqen, se çfarë dua. Ai u ngrit në bryl, në errësirë. Vetëm mund të shihja konturet e fytyrës së tij. Pse? A diçka nuk shkon? Jo, përgjigja duke përqafuar. Vetëm dua që ne të jemi tanë. Jo, diçka tjetër, diçka që ne krijojmë së bashku. Ai heshti për një moment, pastaj buzëqeshi. Në rregull, ti drejton, unë ndjek. Dhe kështu bëm. Dhe ndërsa unë udhëhiqja, duke treguar atij se çfarë më pëlqente, duke krijuar një ritëm, tonin, diçka e çuditshme ndryshoi. Arti nuk ishte më djali që mësohej, ai ishte partneri im, dhe unë nuk isha më vajza që pranonte, isha gruaja që drejtonte. Ditën tjetër në drekë Zefi më pa. Shikimi i tij ishte i mprehtë, kërkues, por unë e ktheva shikimin edhe kur bëra atë buzëqesha. Një buzëqeshje e vogël, private, që vetëm ai mund ta shihte. Dhe ai u largua, jo me turp, por me një respekt të ri, sepse unë e dija, dhe ai e dinte që unë e dija se çfarë kishte ndodhur në atë papafingo. Nuk ishte qenë për mua, kishte qenë për të. Dhe tani në shtratin tim me birin e tij isha unë që kisha pushtetin, isha unë që diktoja rregullat. Dhe kjo isha unë vërtet, gruaja që Arti kishte martuar, jo vajza që kishte ardhur në këtë shtëpi, por gruaja që do të rritej në të.